e përdorin Rusi dhe Kremlin sikur që një elementi më i fuqishëm. Shumë sfiduese, në veçanti për parti të vogla sikur që jemi ne, që të luftojmë këto gënjeshtra, mund të them ashtu lirisht, por burimi i financimit për mu është i qartë dhe vjen nga struktura që ju komprend më herët, të cilët definitivisht vijnë nga radhat këtë rast SNS-in e Partinë e Vučićit. Ju në një moment duhet të shikoni nga një kënd i pensionistit aty, i cili po shikon për çdo ditë, për 24 orë, pinkun dhe informerin, normale që ka ndikim. Shumë hapësirën e ngushtë keni që të bëni një demant. Këta të listës sërbe, sikur janë proces lokal, duke nisur prej. Përshëndetje nderuar, spore faleminderit shumë që ndajtët kohë me bisedu me neve. Që këmë të regullë më herët, kjo intervjist është në kuadër të dokumentarit për dezinformatat, të cilat zakonisht ndodhen në kohën e zgjedhjeve, edhe pashtu për dezinformatat që vijnë nga Rusia edhe nga Serbia, edhe se qysh janë duke pas impakt të jo personalisht që garoni në zgjedhje me një parti të komunitetit serb, por që nuk jeni pjesë e partisë e cila zakonisht mbështetet nga Serbia, po fillimisht po filluar me dezinformatat nga Rusia. Qysh e keni vrejt ju, me cilat mjete dezinformata ruse synon me dëmtu besimin në institucionet e Kosovës, e sidomos të di që edhe ju vetë jeni pjesë e këtyre institucioneve në pozita të ndryshme gjatë viteve të fundit? Shikoni, spari gana që keni thonë Rusisë, une pas që i përcjellë dhe skenin politikën ndërmjetësh dhe në Serbi dhe e shoh mund t'i vrej do angazhime përmes për shembull portaleve, informatave të ndryshme të cilët vijnë dhe fatkeqësisht është bërë një fenomeni i ri, i cili me siguri dhe ju gazetarët përpërcjellni më afër. Fenomeni është bazuar në një abstrakcion, me thonë që sa ma rënd ose të mdhaja janë të gënjeshtra, aq më shumë e ka shanset të qytetarët të besojnë në të. Dhe në atë koncept, ata prej Rusisë e përdorin si kur kanalin, me thonë, përmes Serbisë, përmes dihet që në Serbi ka kinse një strukturë të them ashtu të informacioneve në veçanti të njerëzve të cilët po punojnë për portale të ndryshëm, të cilët jo vetëm që kanë emrin të them të Rusisë, por gjithashtu e kanë dhe një portfolio i cili po e krijon një përshtypje për krahje ose mos për krahje varësisht prej cilit kondi po shikoni. Dhe kjo normalisht ndikon në mënyrë sekundare dhe te na, ku që të kuptojmë çdo politikan serioz në Serbi, i cili në veçanti e ka një paraardhje prej, të them, do partit pak më radikale, gjithë e përdorin në momentin e fundit në veçanti në fushat zgjedhore, parazgjedhore, e përdorin Rusi dhe Kremlin sikur që një elementi më i fuqishëm. Dhe kjo në Serbi e din të gjitha dhe ju vetë keni pas mundësi të shohni çka në veçanti Vučići e krijon një, të them ashtu, karrierë të bashkëpunuar me Rusin në këtë aspekt, por në kohën e fundit, për shkak të them ashtu manevrime të çuditshme ose manevrime të cilat nuk janë të zakonshëm në arenën ndërkombëtare, kemi pas rastin ku edhe ky zëdhënësi i Kremlit, Zakharova, ka përdorur një shprehje ku ka thonë që nuk jam sigur të ekziston vetëm një Vučić në Beograd, sepse ai deklaron ndryshe varësisht prej vendeve ku shkon. Që thot, ai tregon një send në Moskë, send tjetër në Beograd, një element tjetër e cek atje në Bruxelles, ashtu që e manipulon, ose të them ashtu, ato bazë të informatave të rreshëm të cilat janë, ja prodhojnë së bashku me ato elemente që i përmenda që vijnë nga Rusia, ja e bon një improvizim me një pajtim të heshtu nga ana të atyre elementeve, të them. Kështu që ka një ndikim i cili niset si një element që vjen nga niveli lartë, të them ashtu, i cili është një foli, të them ashtu, të fjalorit diplomatik, por kur reflektohet në nivele më poshtë, kjo eskalon në formë shumë ekstreme dhe radikale.
Kështu që në kohën me të vërtet të sotëm shumë sfiduese, në veçanti për partit të vogla, sikur që jemi ne, që ta luftojmë këto gënjeshtra, mund të them ashtu lirisht, të cilët imponohen në mënyrë të lehtë por sistematik. Si keni sikur zhvillim, eskalim të gënjeshtrave të cilët për një formë fillestare po eskalojnë në nivel lokal. Prandaj ne me të vërtetë jemi dëshmitar i gjallë që thuhet ajo, të cilët po projektojnë për çdo, në veçanti në fushat parazgjedhore, të them ashtu, sulme të ndryshëm të faktorëve të cilat, për shembull, po jep raste të cilat i kemi përjetuar në këto zgjedhje të fundit të lokale, në zgjedhjet parlamentare para saj dhe në çdo zgjedhjet ne kemi sulme të ndryshëm të cilat për të cilat po supozohet ose po dyshohet që e kanë origjinën nga vendet të cilat janë bën në mënyrë digjitale, të them, prej vendeve të cilat po supozohet vinë nga Rusia ose nga Kina. Tash ne kuptojmë që bota globale ju mund të angazhoni një haker kudo qoftë që është, por burimi i financimit për mu është i qartë dhe vjen nga struktura që ju komprend më herët, të cilat definitivisht vinë nga radhat, këtë rast SNS-in e Partinë e Vučićit. E përmendet thatë që fillon nga Rusia, vazhdon në Serbi dhe në fund vjen edhe në Kosovë. Që edhe na treguat për zgjedhjet e fundit, po apo shihni këto dezinformata që po ndikojnë edhe në besimin në zgjedhjet e qytetarëve? Çu po ndikojnë te qytetarët? Absolutisht po. Një elementi i parë është se kjo do të ndodhet. Dhe unë nuk kam kurrë dilem a do të ndodhë në të ardhmen. Jam i sigurt që po, sepse e ndikon. Kur e boni një organizim i tillë, sikur që për shembull, pra po kthehem në Serbi, ku e keni një blokad të mediave të pavarura, kur e keni një monopol absolut të Pinkut, të Informerit, dhe ju dëshiroj që mos të shikoni ato emisione, se atje mund të dëgjoni, dhe unë për veti kom dëgju shumë çka, të cilët e kanë një plan të ndikimit të votuesve, jo vetëm në formë që a votoni mos votoni, por ju duhet të kuptoni se ky Rashiqi është njeri më i keq, është tradhtari i klasës së parë, e ka bërë kështu, ai nuk është asnjëri, nuk është as serb, është e ka ndryshuar fen dhe krejt kështu me radhë. Dhe tash njerëzit normal nuk e pranojnë, por problemi është që kur ju bombardoni për çdo ditë, për çdo deklarat që e bën ja Vučić, ja Petković, ja Lista Srpske, është i njëjtë, me modelin e njëjtë. Ju në një moment duhet të shikoni nga një kënd i pensionistit aty, i cili po shikon për çdo ditë, për 24 orë, Pinkun dhe Informerin, normale që ka ndikim. Dhe siç ka thënë Gebelsi, si mos gabosha, një gënjeshtra nëse përsëritet 100 herë bëhet vërtet. Ashtu në njëjtën formë po ndodhet edhe këtu te na. Dhe në atë aspekt, siç keni përmend ju, ne për çdo herë, dhe une tash zyrtarisht kemi dhe 2 raportime të them kështu për krime të rënda. Një raportim është për krime kibernetike, është të quajtur, dhe kjo tjetër është në fazën e përgatitjes, e di që organe kompetente ka marrë rolin që ta përmirësojnë këtë gjendje, që ta veprojnë në këtë drejtim, por megjithatë po kam frikë që nuk kemi sistem si ta parandalojmë ose si ta veprojmë në atë mënyrë për shumë shkaqe, të cilat njëherë që të kuptohemi, kështu hipotetikisht, policia e Kosovës ende nuk është përgatitur për këtë nivel të mbrojtjes e tillë e para, dhe e dini dhe ju vetë, për shembull me 9 shkurtit, kur e kemi pas zgjedhjet parlamentare, mos gabojmë do 16 milion sulme ka pas vetëm websajti, portali, po mendoj, i KQZ-s, dhe pastaj ai ndikim i cili e ka në mënyrë të sofistikuar, prap ne nuk kemi në, të them ashtu, të gatshëm që ta luftojmë këto dukuria, sepse
besoj që kapacitetet njerëzore nuk janë në nivel adekuat. Dhe e treta, dhe nëse e identifikoni një person ose një organizatë e cila e ka vepru në atë formë dhe ju ka krejto problemet, e them ashtu, krejto gënjeshtre, ka plasu në skenin politike, si ti parandaloni mos të ndodhë në të ardhmen. Kështu që kemi një vakum dhe çka ndodhet, fatkesisht, ne konstatojmë që ka problem, ne raportojmë që kjo ka ndodhë dhe e konstatojmë që e ka ndikuar në imazhin në veçanti 2 javë të fundit, sikur një shablon i cili përdoret për çdo herë, 2 javë të fundit nisen me bombardime të një kontinuitet ekstrem. Kështu që nuk i di çfarë metoda mund t'i përdorim ne që t'i mbrojmë prej kësaj dukurie, në veçanti tani kur i dim rrjetet sociale, spori, inteligjenca artificiale ka shkuar kaq larg që unë ju thon vërtetën kur i shikoj unë në Facebook, gjysmën e ato informacioneve dhe videove nuk pranoj që janë reale. Por ndoshta unë nuk pranoj që kam eksperiencë, por çka e bën një tinegjeri ose një djalë 20 vjeçar ose një pensionist, aty shumë vështirë është që të ndalloni çka është vërtetë, çka është gënjeshtër. Kështu që unë jam një gjenerat pak më e vjetër, të vërtetë, dhe këto sende për mua janë shumë sfiduese, që ti kuptoj s'pari, dhe bile kur flas me këta të cilët dinë më mirë si ti parandalojmë, nuk po mundem me marrë një përgjigje saktë. Është e mundshme ajo. Dhe erdhëm në konstatim që ne nuk kemi kapacitete me luftu ato dukurijat, sepse nuk kemi kapacitete njerëzore. E përmendet pikërisht edhe këto të inteligjencës artificiale të cilat ndikojnë. E përmendet edhe dezinformatat dhe propagandën që shtyn përpara pinku edhe informeri. Po du me ditë, ju personalisht, pasi që e sheni që po ndodhin propagandë të tillë ose dezinformata të tilla, çush e trajtoni? A mundoheni, e cila është forma me cilën mundoheni me i kundërshtu ato për më ju tregu qytetarëve në përgjithësi, po sidomos qytetarëve të komunitetit serb që janë propagandë dhe janë dezinformatë? Shikoni, kur e bojnë një gjë e tillë, ju shumë hapësirën e ngushtë keni që të bëni një demant, sepse adene. Kjo e ka një thonjë të cilët nuk mund e bashkëshif ndoshta ta përkthej, por fakti është që shumë është problematike që të kthesh në pikën fillestare se dëmi është bë. Dhe është sfiduese që të bëni ndonjë, të them ashtu, rehabilitim të dëmit, por ne zakonisht e bëjmë brenda kapacitetit që kemi, dhe ajo është që une në këto raste, pasi që ndodhet në kohën e zgjedhjeve ose në fushat parazgjedhore, une pak po intensifikoj më shumë vizitën në teren, edhe pse janë të planifikuara, por e bëj më shumë që në mënyrë direkte, në veçanti une kur potencoj në çdo takim që shkoj, a keni ndonjë pyetje? A keni ndonjë pyetje veçantë? A keni pyetje për këto, për shembull? A keni për këto gënjeshtre që janë plasu në mënyrë që nga dore spar, sepse ne partit vogla, po në duhet me luftu për secili vot. Dhe ne bukvalisht nuk mund të them që i njoh personalisht çdo votues, por bile 50% të votuesve direkt po njihim me to. Do shta nuk mundem me kujtu emrin e tyre, emrin e tij ose e saj, por megjithatë po njihim me shtu me biseda që kemi pas me këto farsen. Dhe kjo për mu deri me tani është vetëm alternativë normale që, sikur që e këmë thonë, raportojmë me kohë, jo që të presim që të jemi sinqertë që mund të diçka të ndodhë në aspektin pozitiv të parandalimit të dukurijeve, por megjithatë, sikur unë jam 20 vjet në institucionet dhe po du më spaku me lënë të shenjë, se ne kemi vepru brenda mosive që kemi pas. E kemi thirrë organet kompetente, kjo po ndodh, ju na mbroni që mundi. Dhe në fundit betet dëmi krijohet, po konsiderohet që deri në një sasi, deri një mas mund të rehabilitojmë atë një impakt negativ, por megjithatë me siguri mbetet një sfidë dhe në të ardhmen, dhe t'ju them vërtetën, kur përmendin zgjedhjet, fatkeqësisht
një mendje e parë që po mbjen në mend është çka tash kanë me bë. Çka është radhës? Se e di, e kanë një traditë dhe kanë një metodologji kaq brutale ndaj oponentëve të tjerë, dhe është një sistem radikal në veçanti i cili nuk i ndalon ose nuk i i zgjedh masat të cilët ndërmarrin ndajësh. Prandaj fatkeqësisht po na pret edhe shumë sfida të tilla dhe po shpresojmë që bile do të kemi mundësi që kjo që kemi punu deri me tani që ta pak edhe ta fuqizojmë në mënyrë që ta shohin qytetarët nga dorës parë, jo që ta kuptojnë prej Facebookut për shembull, por nga dorës parë që ta shohin çka me të vërtetën ne e punojmë. Kështu, se folëm për ndikimin e Rusisë edhe që zhvjen propaganda këto, po në Kosovë është një përshtypje që dezinformata ruse nuk e prek audiencën e Kosovës. Ju na e thatë të kundërtën. Çka thot kjo për juve që është perceptimi i qytetarëve që neve nuk është të na prek dezinformata ruse? Sepse temat të cilat janë ato gënjeshtra ose të them ashtu imponim, janë temat të cilat i edukojnë më shumë të serbët. Se që të kuptojmë, normal është që serbët kanë një marrëdhënie ose kanë linjet me Beogradin të cilat janë, të them ashtu, të forta në aspektin duke nisur institucionale, fetare, ekonomie, shëndetësore dhe që të kuptojmë shumicën e shërbimeve të shëndetësore, njerëz të cilët me të vërtetën këtu nuk ekziston një sistem, po flas për komuna me shumicë serbe, nuk ka një sistem ashtu i zhvilluar në aspektin të pajisjeve, të stafit, të mjekve ashtu me radhë, prandaj mbetet për cili do angazhim të them ashtu operacion më serioze të shkohet në Beograd. Kështu që këto tema indikojnë në mënyrë direkte ose indirekte, duke nisur prej familjes deri në, siç thash, ekonomisë deri në shëndetësi. Dhe ashtu te na normale që shumica prej nesh e përcjellin ato fatkeqësisht që ju kam përmend, prej Pinku, Uniformerin, Happy, RTS-in dhe këtë të tjerë, dhe të cilët ndikojnë më shumti dhe plasimi i dezinformacioneve është shumë më i lehtë. Në veçanti, pra po them këto ndërlidhet me politikë, kur i keni një diktator, ashtu siç Vučići është, i cili e bën një filtrim informacioneve dhe bukvalisht ku ndodhet kanjëherë për shembull, shpallet një dezinformat. Apo e dini ju krejt ato gazeta, krejt media, tu nisur prej ata që kom përmend, por gazeta e shkruara sikur Blici, Večernje Novosti ashtu me radhë, krejt bukvalisht të shpallin me titullin e njëjtë, me fjallat njëjta, prej gazeta dhe deri në spikerat të cilat deklarojnë në njëjta informacionet. Dhe ata, sikur që dini ju më mirë, mbesin kokë. Ata informacionet të shkurta, të cilat janë gërnjeshtra, ata më shumë të kanë ndikimin e njerëzve ashtu tu majt mend. Për çeta është ai monopoli i informacioneve ku ju çka do që dëshironi të plotësoni e bëni në një mënyrë të gjithë media dhe kjo mbetet tek shikuesit. Aty është ajo teknika të vogël të them të manipulimit me njerëz. Para mendoni ju që kur e keni një gazetë ditore që zyrtarisht komisioni ose agjenci mos gaboshe për mbikëqyrjen e medjave ka konstatuar që brenda një viti ka dërguar të informacione të njohura, të them ashtu të gënjeshtra në ato informacione 350 herë në vit. Që thot bukvalisht për çdo ditë e plotson ka një gënjeshtër i cili lehtë vërtetohet, por vërtetohet nga profesionistët të cilët e pastaj përcjellin çka ka ndodhur me këtë rast dhe konstatojnë që ka qenë gënjeshtër. Por ai qytetari që ka lexuar, ai ka pranuar për veti. Ai mendon që kjo është vërtet. Dhe para mendoni ju çfarë mekanizmi është kur e keni ka një informacion të rënd, që është gënjuar me qëllim, vetëm që të ketë ndikim i tillë dhe ju për çdo ditë të përcjellni këto media, ju garantoj pas 24 orë ju vetë nuk mundeni
Nuk mundi me dëru. Dhe në fund ndoshta nuk është lidhur me temë, por me thonë, kam një shok diplomat, i cili prej këtujt, kemi qenë këtu shok, para do 5-6 vjet, dhe shkoj ka ndryshu misionin, ka shku në Serbi. Dhe ai, si që bisedum pastaj, po thotë, une nga, të them, këndi eksperimental, kom shikuar pinkun, po thotë, 3 ditë. Beso, për çdo ditë, kom jonë ashtu pinkur, po kom dash ta kuptoj, çka është ajo që ndikon kaq shumë. Ai vetë po më tregon, paramendoni kjo është një diplomat me eksperiencë. Po thotë, da mundesh me besu që une pas 3 ditë do nuk nis me besu të pinkun çka është u fol për sende të ndryshme. Edhe pse unë nga realiteti e di që nuk është. Beso sa dikushëm janë, sa ndikim kanë dhe sa incitojnë për ato informacione të cilat normalisht aty brenda një grup të informacioneve, ju keni një lajm, është lajmi i dytë ose tretë në lajmin qendror, nuk ka rëndësi, por ai që imponon, ai që është mjeshtër dhe përsëritet dhe në fund ju keni në fund ditës keni një par analista, të cilët flasin për këtë dezinformat dhe e përdorin, e zgjerojnë bile ata po shikojnë që kështu ka me qenë, dhe më besonin të shikoni një prej atyre emisioneve. Ju po keni problem të kuptoni, është e mundshme që njerëz kinse intelektual flasin në këtë nivel, në këtë mënyrë për një temë kaq potencialisht serioze, por tu banalizu sa i përket konstatimet të tyre të cilat nuk kanë lidhje hiç me vërtetë. Kështu që kur po them këtë, nuk është vetëm dezinformatë si i tillë plasimi i informacioneve, por analiza pastaj, thellësimi i atyre informacioneve të cilat janë dezinformata, po bëhet aktuale që njerëz kur shikojnë, po thonë, po bre, e mundshme është bre, duke lidhur me këtë konstatim i parë që thash sa më shumë dhe është gënjeshtra, aq më lehtë, pavarësisht sa paradoksale po duket, aq më lehtë e pranojnë do njerëz që është vërtet. Që me mentalitetin kjo kaq po duket jashtëzakonisht të them abnormale, aq po thot njeri, po ç'është e mundshme këtë informacion kaq agresive, mos më qenë vërteta. Kush guxon me thon një mos vërtetën e tillë. E bash shkohet në një ekstrem të pranimit psikologjisë të njerit kur një gënjeshtër kaq i madh, ai pranon më lehtë të thotë, pas ka shanse mundshme. Dhe në veçanti ju ta pyetni, tash po flas për komunitetin tim, për komunitetin serb. Ta pyetni ndonjë pensionist për shembull ndonjë rast, ose ai kanë dëgjuar në lajmet. Dhe ju po thoni, jo more, nuk është vërteta, jo vërteta, ka qenë televizor. Nëse ka qenë televizor, u krybat, nuk ka diskutim, ai ka pranuar si vërtetën. Kështu që është një, të them ashtu, sistem kaq i zhvilluar, përdoren çdo formë të metodologjisë të vetën dhe fatkeqësisht ka ndikim. Dhe prova për ndikim është bashkë që e shohim në Serbi, ku e keni një strukturë që udhëheq shtetin që 13 vjet dhe udhëheq me një metodologji të hajnis, korrupsion, keq përdorim dhe kështu me radhë që me të vërtetën është sfiduese. E përmendet që kryesisht dezinformata ruse dhe serbe në Kosovë ndikon tek komuniteti serb, për shkak edhe të gjuhës, kulturës, historisë edhe ndikimeve të tjera në sfera të tjera. Por, çush dallon dezinformata ruse në raport me shqiptarët edhe në raport me serbët? A keni mujt me vërejt një dallim të tillë? Pa, shikoni ju, siç thash më herët, ne përcjellim më afër, dhe po nuk po ndihem kompetent, ju them vërtetën, që të flas në emër të shqiptarëve sepse nuk e di sa e përcjellni ju. E di për shembull në aspektin bosnjak ose rom aty është një ndikim limituar. Zakonisht ato komunitete mbesin jashtë targetave të atyre dezinformacioneve. Sepse këtu në këtë aspekt i nevojitet e kanë target grupe, të cilët i përdorin mas lekti përmes institucioneve që financon Serbia normalisht, dhe kështu po vazhdon vetëm ti mbajnë, ton kohën ti mbajnë. Mos milion
që të mendojnë veten, por t'i mbajnë ashtu një formë në tension, në stand-by, sikur. Kështu që të na kjo përcillet fatkeqësisht dhe siç thash shumicën e politikanëve në Serbi e konsiderojnë si një shtyllë shumë të rëndësishëm sa i përket promovimin politik. Dhe mund të shohni se çdo në veçanti Vučići, për shembull, nëse vjen koha e zgjedhjeve, ai më së paku 2-3 herë shkon atje, e bën përmes gazetarët, e bën tregime të mëdha, pralla, me thënë ashtu, në veçanti sa i përket mbështetjes së Rusisë, mbështetjen e Kinës dhe këtu çat bloku me thonë lidhjes, i cili nuk është vërtet, por ai prapë po menaxhon. Kështu që ju shqiptarë, nëse mund të them mendimin tim, jeni më shumë bazuar të them ashtu te informacionet të cilat janë pro-europian. Informacionet të cilat bazohet prej kulturës në 25 vitet të fundit, prej diasporës të cilat shumica ose një numër i madh të kosovarëve në veçanti shqiptarët jetojnë në diasporë atje, ku e kanë mundësi të vërtetimin të informacioneve. Ashtu që to dezinformatat e ju kalojnë shumë ma vështirë se sa të na, sepse e kemi një traditë, një të them ashtu, televizionet të cilat e kanë një emitim në Kosovë, te ju shumë unë nuk e shoh një ndikim kaq ekstrem. Ka njëherë e shoh vetëm kur me të vërtetën po shihet që është një dezinformat e cila ka tendencë destabilizim. Kjo shihet ka njëherë kur vjen, por nuk ka ai ndikim në kontinuitet. E ka ad hoc. Po vjen mirë që nuk ka një ndikim i tillë të vërtetën, sepse përndryshe kjo është vetëm një manipulim ekstrem, i cili ka për qëllimin dezorientimin në veçanti, jo vetëm skenën politike, por qytetarët në veçanti. Ju tregut se çështë tenton gjatë tërë kohës Serbia përmes këtyre kanaleve të veta me ndiku tek qytetarët serb në Kosovë. Por, po du me ditë, a keni mujt me vrejt dezinformata ruse a përkra grupe të caktuara politike, të cilat i shtyn përpara për me marrë pushtetin? Shkoni këtu në Kosovë me të vërtet nuk e di a ende është operon ajo zyra ndërlidhëse që ka pas ma heret ruse, a jo. Nuk jam i sigurt, një kohë e di që ka ekzistuar, por ndoshta 4-5 vjet unë nuk kam pas rast të takoja me ata njerëz, ashtu që e di për anën tjetër, po ju krahasoj tani. Nga anën tjetër, derisa kemi pas këtë përfaqësues drejtori i zyrës, ashtu ka qenë emri i zyrtar, më kujtohet që ka qenë aktiv në mënyrë ku në shumë vende ku zakonisht qoftë janë do shënimet vjetore, do koktejl, do ngjarje, do evente të them ashtu kulturore, të cilët ka qenë organizuar në veçanti në komunën me shumicë serbe, ku ai zakonisht ka qenë prezent. Dhe aty e pash që, kur thom ndikim, i ka qenë i hapur për biseda me të gjithë njerëz aty dhe me siguri që ka pas ndonjë, të them ashtu, kontribut aspektin politik për sendet të ndryshme, edhe pse e di nga aspektin ekonomik nuk kanë qenë përkrahës shumë të eventeve ku kanë qenë une, por megjithatë prezenca e tij ka qenë qëndrueshme, në vazhdim. Kështu që nuk e shoh që kanë mujt të ndikojnë, pasi që, të them vërtetën, unë nuk kam pas rastet e tilla, unë personalisht ta shoh, zakonisht kemi pas do biseda ashtu shumë përgjithshme. Eventualisht, pasi që kam qenë ministër dhe atë kohë në Ministrinë për Punën me Qenien Sociale, nuk kemi pas kurfar, të them ashtu, projekti i përbashkët, të them ashtu, ku kisha mujt më mirë të vlerësoj çka ka qenë qëllimi ose a ka benefita për asaj projektit, a ka ndonjë thellësi të bashkëpunimit dhe ashtu me radhë. Prandaj unë saj kom pak ka qenë më shumë simbolike se sa operacional. Për fund, po du me ditë, ju jeni pjesë një partije politike dhe garani në zgjedhje në Kosovë kundër të gjitha partive të tjera.
A keni mujt me e vërejt, a kanë partitë në Kosovë strukturat të organizuar për me shpërnda dezinformata kundër oponentëve të tyre politik, kundër kundërshtarëve të tyre politik? Unë kom normalisht problemin ose sfidët që kemi këtu të na është gjithmonë nga ana e listës sërbe. Dhe normale që përdorin qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal. Por është një aty të them, një ana pozitive të them, ashtu këta të listës sërbe, sikur janë proces lokal, duke nisur prej Kretëta për shembull që janë tani deputet, nuk guxojnë ose nuk i lejojnë Beogradi që të bëjnë asnjë deklaratë. A dini pse? Sepse po mendojnë që kanë gabu. Ju nëse pyetni një deputet për shembull, në para dyrë të kuvendit, si ka me qenë moti sot, ata zguxojnë me t'i përgjigj. Edhe pse ju keni pyet një pyetje që nuk ka lidhje me politikë, zguxojnë se kjo nuk është atje që janë përzgjedhur si përfaqësues të popullit. Janë emëruar si përfaqësues të popullit. Dhe ai që emërohet nuk ka drejt as me fol, as me vepru. Vetëm ka me dëgju dhe me prek pyllën kur kërkohet. Aty që nga këtij aspekti ata e përdorin si për të them messengerët lokal. Dhe unë shumë herë po dëgjoj tregime të ndryshëm për mua vetë, për vetë mua, të cilët normal që nuk janë saktë. Por kur e hynë në burimin e informacioneve, vinë nga njëjtet ato burimet si zakonisht. Nga nivelin lokal të listës sërbe, nga informacionet të cilat kinse kanë marrë prej Beogradit, prej bijes, cies dhe shtu me radhë, dhe kjo e këto tonë kohën po sjellet. Vetëm po ndryshojmë ndoshta pak. Gjithë vërtetën është fati jam që nuk jam bashkë kaq shumë imagjinueshëm dhe nuk kanë kapacitet ta mendojnë diçka që ndoshta mund të qenë afër vërtetës, por këtë e përdorin të gënjeshtra, dezinformacione të cilat në nivel lokal po të them përfshiren edhe më në mënyrë ekstreme se sa në nivelin të televizive. Ashtu që një të them ashtu prej sfidave me të cilat po miremi ton kohën, por nga ana tjetër e ka edhe një këtë përfaqësim të them i partisë në nivelin shumë pragmatik, shumë të afër me qytetarët, e ka prodhu që unë jam krenar për të, e ka prodhu një efekt pozitiv ku çdo njeri ose çdo njerëz të cilët kanë ardhur, qoftë takime, qoftë këtu në ministri, e kanë një tregim se Rëshiqi po don me ndihmu të gjithëve. Kushdo po thotë që vjen te Rëshiqi, ai po përpiqet me ndihmon të gjithëve. Dhe në këtë anë ne po përpiqemi me magjinë e mirë që të luftojmë këtë magjinë e keqe në këtë rast dhe këto dezinformacione, sepse bile një element i cili është pozitiv në rastin ton, është që komuniteti serb nuk është kaq i madh me numra dhe ashtu që jemi afër, jemi prezent në cilë do prej territorëve dhe kjo është e vetmja mënyrë të cilit e vetmja mundësi të vetë mbrojtjes është të vërtetë për ne. Asgjë tjetër nuk kemi. Kam shpresë me të vërtetë në tërësi tash në fund që do të zhvillojmë një mekanizëm i cili mas paku mundit të identifikoj ata të cilët i plesojnë dezinformacionet dhe të gjejmë mënyrë si mund të them ashtu procedojmë. Qoftë nëse nuk mundet tani, sikur që nuk ka normalisht një bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë, por në një nivel që kemi dosje të shkeljeve të cilët shumë herë e bojnë një dëm shumë i madh i cënim dhe demokracisë dhe sovranitetin dhe në fundit të drejtjes së lirë të votimit, që bile të kemi informacione kur vjen koha dhe unë jam sigur do të vinte, kur mund t'i përdorim to informacione vetëm për shkak të vërtetës. Kjo kishte qenë një sukses i tepër i madh për të gjithë ne. Po du më pyet edhe këto. Falet për strukturën e organizuar të kundërshtarëve tuaj politik, pak keni vret struktura të tilla që shpërndajnë dezinformata kundër oponentëve edhe tek partitë e mëdha në Kosovë?
Kom pas rastet i shoh do dezinformatat, por me të vërtetën tash që ta më kujtohet ndonjë rast specifik, me të vërtetën nuk mundem, edhe pse i kom lexuar shumë herë do sendet e cilat e di që nuk janë reale, nuk janë vërteta, por kjo normalisht dhe te ju po intensifikohet në kohën e zgjedhjeve. Kështu që shumë vështirë është që ta përcjellni krejt në rrjetet sociale në veçanti, dhe shumë vështirë është që ta në fund që ta gjeni burimin e dezinformacioneve. Sepse kur e bëjnë share, po kjo nuk kemi sigurt edhe vetë Facebooku, a mundet për shembull që të bën ndonjë mekanizëm mbrojtës ndaj bile, të them privatësisë, ose kur të bën tag, të shty njëri ti mundesh të bën tag kushdo qoftë, me një burim të informacioneve të tjerat, dhe bukurisht po ndodhet që ju, sigurisht që keni shpërnda ndonjë informacion ndonjë dezinformacion. Se kjo dhe gjithashtu e këto eksperiencë kemi pas të tilla, të cilat po përdoret rrjetet sociale dhe ju lajmëroni. Unë më njëherë lajmërojmë. Por derisa ndalet këtë fenomeni, i kalon do 48-72 orë, dhe ato janë 72 orë kritike. Zakonisht premte bëhet pas dite ose ejte, që të shohet deri diellin kur vjen koha e zgjedhjeve, ju dëmi është bë dhe nuk keni mekanizëm si të mbroni veten prej asaj iniciativë ose asaj veprimi.